Përshëndetje gjithëve. Në ato ditë të vështira të vjeshës 1912, ku Shkodra që rrethuar nga forcat ushtarake të ordhrisë serbe-malazeze, luftëtarë vullnetarë nga gjithë Shqipëria rrokan armët e shkuan atje të luftonin për krah popullit shkodran, duke lënë shtëpitë, familjet e tyre pa marrë parasysh rreziqet dhe vdekjen. Mes shumë vullnetarëve që shkuan atje nga Treva e Kavajës, ka qenë dhe gjyshi im nga ana e nënës Recep Varria, ose Bab Xhepa, si që thërrisni të gjithë në Kavaj. Fisi Varria është një fis i vjetër në qytet dhe historikisht ka dëshmuar për vlera të dukshme, me njerëz të ndershëm, mikpritës, punëtor, të besës, me ndjenja të theksuara patriotike, nacionaliste dhe liridashëse. Të parët e tyre janë marrë kryesisht me bujqësi e blegtori, po edhe me tregti e zeje të ndryshme. Gjyshi ynë, Bab Xhepa, luftoi atje në Shkodër, tregoi tërmëri dhe u krye prej ande në Kavaj me një plag në qafë, nga i cila i mbeti një shenjë deri në fund të jetës. Kujtoj mirë që sa herë shkonim tek shtëpia e tij, aty pranë vatrës ulur të gjithë na rrafente për luftën e Shkodrës, për vuajtjet, për rreziqet që përjetuan atje, për heroizmin e luftëtarëve Kavajës, mes të cilëve kishin mbetur dëshmorë rreth 200 vjet. Gjyshi me lot në sy i përmendte disa prej tyre me emra, me sy të përlotur prej dhimbjes. Pjesëmarrja e Recep Varris në luftën e Shkodrës e dëshmonte edhe një fakt tjetër. Shpesh aty në lagje e pyesnin për këtë luftë, për njerëzit e tyre dhe Bab Xhepa u tregonte me hollësi se sa vujtje e vështësi kishin hasur, po nuk ishin përkulur kurrë. Dhe ai thoshte shpesh atë shprehjen e tij, luma ai që bën mirë në këtë botë. Me kujtohet një herë e përcolla gjyshin deri në shtëpi dhe gjyshja e qortoi se ishte vonuar shumë, kurse ai i tha me të qeshur: "Kam një çerek ore që jam nisur për në shtëpi, po jam vonuar sepse më ndaloni njerëz në rrugë e më pyesni për luftën e Shkodrës e për njerëzit e tyre, të cilët morën pjesë në atë luftë." Sot emrin e Bab Xhepës, Recep Varria, e gëzon stërnipi i tij, djali i Durim Varris. Duke kujtuar e nderuar gjithmonë luftën e Shkodrës dhe pjesëmarrjen e luftëtarëve vullnetarë të Kavajës, që luftuan e dedhën gjakun e tyre atje, ne e kujtojmë e nderojmë kështu historinë tonë dhe vetën tonë. Ju faleminderit për